Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serinë tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Për Ibn Umerin radhiyallahu anhuma, tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kapur për krahut një ditë prej ditësh dhe i ka thënë: "Jeto në këtë botë si i huaj ose si ultar." Ndërsa Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma thoshte: "Kur të ngrysesh, mos e prit mëngjesin, dhe kur të zgjohesh, mos e prit mbrëmjen. Nxito të përgatitesh dhe të shfrytëzosh kohën kur je shëndosh, para se të smuresh. Nxito të përgatitesh dhe të shfrytëzosh kohën kur je gjallë, për atë që vjen pas vdekjes." Me të drejtë mund pyesim se cilat janë mesazhet e përfituara nga ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam ose nga fjalët e Abdullah ibn Umerit. Themi se njeriu në këtë botë është si kurbeçi ose si ultar, që të dy i bashkon malli për vendin dhe planifikimi që të kthehen në vendlindje. Ata nuk zënë stabilitet dhe nuk gjejnë qetësi pa arritur në vendin e synuar. Aq sa ngarkohet gurbeqiu dhe ultari me nevoja materiale dhe të domosdoshme dhe të mjaftueshme, aq ngarkohet edhe muslimani nga kjo dynja. Aq sa përzihet gurbeqiu dhe ultari me njerëz, aq dhe i bën rivalitet besimtari njerëzve për dynjallëkun e tij. Siç është kalimtar dhe tranzit, vendi i huaj për ultarin, edhe kjo dynja është kalimtare për besimtarin. Besimtari e vlerëson dynjan vetëm si mjet për të fituar ahiretin. Njeriu e fiton gjallërinë, e fiton kuptimin, e fiton vlerën e vet me anë të shpirtit. Pa shpirt, ana fizike është bosh. Siç nuk kanë vlerë rrobat e bukura pa njeriu, s'ka vlerë njeriu pa shpirtin e vet. Rrjedhimisht duhet përpjekje në edukimin dhe pastrimin dhe kultivimin e shpirtit me cilësi të larta, me virtyte të bukura dhe afatgjata, siç janë besimi, mirësjellja dhe veprat e mira që na shërbejnë në ahiret. Në Kur'anin famlar në surën Kehf, ajeti 46, Allahu Azza wa Jall urdhëron dhe thot: "Pasuria dhe fëmijët janë stuli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira që mbeten për herë janë më të mira tek Zoti yt sa i përket shpërblimit dhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim ditën e gjykimit." Ky ajet kuranor na tregon se pasuria dhe fëmia janë bukuri e kësaj bote, por ata nuk zgjasin. Të vetmet gjëra që zgjasin nga kjo botë janë veprat e mira. Kjo botë është mjet për një qëllim më të lartë. Sa e bukur të duket kjo jetë, ajo është dynja. Në gjuhën arabe fjala dynja do të thotë më e ulta. Në krahasim me ahiretin, dynjaja është në nivelin më të ulët, prandaj dhe mos u kap fort pas saj. Hadithi jon është një buqet porosish për secilin nga ne në raport me jetën e tij në këtë botë. Mos u lidh me këtë botë, mos u bëj rob i kësaj bote. Kultivo në këtë botë vepra të mira që të korrësh në ahiret shpërblime të shumta. Kjo botë është kalim. Nga qasti në qast do të udhtojmë drejt përjetësisë ose drejt atë dhëut të vërtet dhe të amshuar. Dynjaja të largohet, vdekja dhe ahireti të afrohen papritmas, prandaj çdo besimtar duhet të përgatitet për atë që e ndjek nga pas. Pasuria për besimtarin musliman nuk është qëllim final, nuk është synim final, as nuk është Zot. Pasuria është amanet që të jepet nga i madhi Zot për ta shfrytzuar në punë të dobishme. Ne nuk jemi pronar të vërtet të asaj çfarë kemi në duart tona. Është Allahu Azza wa Jall ai i cili na vuri pasurinë në dispozicionin ton.
Pasuria është mjet për të plotësuar nevojat e kësaj jete për veten edhe për të tjerët. Po e përsëris, edhe për të tjerët. Pasuria është sprov për të testuar sa u rezistojmë të ndimeve të dynjas. Një ditë do t'i japim llogari për atë pasuri, si e kemi fituar dhe si e kemi shpenzuar. Në surën El Hadid, ajeti 7, Allahu Azza wa Jall urdhëron dhe thot: Besoni Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe shpenzoni nga ato që Allahu ju a ka lënë trashëgim dhe në disponim. Sa për ata midis jush që besojnë dhe shpenzojnë për bamirësi, do të ketë shpërblim të madh. Në surën An-Nur, ajeti 33, Allahu Azza wa Jall urdhëron dhe thot: Jepuni diçka nga pasuria juaj, të cilën ju a ka dhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në surën Ash-Shura, ajeti 36, Allahu Azza wa Jall urdhëron dhe thot: Për çdo gjë që ju është dhënë juve, është vetëm kënaqësi në jetën e kësaj bote. Por shpërblimi i Allahut është më i mirë dhe më i përhershëm për ata që besojnë dhe punë të mira punojnë. Të ndalemi pak tek forma pasive që është përdorur në këto ajete kuranore. Ju a ka lënë në trashëgim, ju a ka dhuruar, ju a ka dhënë. Pra edhe ana gjuhësore e përdorur në ajete dëshmon për poseduesin e vërtet të pasurisë. Në surën At-Takathur, Allahu Azza wa Jall tërheq vërejtjen, duke u drejtuar besimtarve: Ju ka hutuar rivaliteti për ta shtuar pasurinë dhe pushtetin derisa të shkonit në varre. Pastaj atë ditë do të pyeteni për kënaqësitë e kësaj bote. Amr ibn Auf tregon se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Ebu Ubejde ibn al-Jarrah në Bahrein, një zonë të gadishullit arabik, për të mbledhur taksën e gjizjes. Atë kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur paqe me popullin e Bahreinit dhe kishte emëruar si guvernator ose si sundues të tyre Ala ibn al-Hadrami. Kur Ebu Ubejde kthehet me parat nga Bahreini, me pasuri nga Bahreini, ensarët, banorët e Medines, dëgjojnë për ardhjen e tij në një kohë që përkon me vaktin e faljes së namazit të sabahut me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasi që pejgamberi u priu atyre në falje, i dërguari i Allahut u largua, por ensarët i dolën përpara. Ju ekspozuan pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe me gjendjen e tyre kërkonin ndihmë nga profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi i pa sahabët, i pa ensarët, pejgamberi buzëqeshi dhe tha: "Me duket se keni dëgjuar që Ebu Ubejde ka sjell diçka me vete." Ata i thanë: "Po, i dërguari i Allahut." Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam u tha: "Gëzohuni dhe shpresoni të gjeni diçka që ju kënaq. Pasha Allahun, nuk është varfëria ajo që kam frikë për ju, por kam frikë se du t'ju rrëmbej jeta luksoze e dynjas, si që ndolli me popujt e kaluar para jush. E kështu, ju do të rivalizoni mes jush për hir të dynjas, si që rivalizuan ata mes tyre, dhe ajo ka për t'ju shkatruar juve, si që ka shkatruar popujt para jush." Leta dëgjojmë me vëmendje një ajet kuranor, ku Allahu Azza wa Jall në surën El-Isra, ajeti 26, urdhëron dhe thot: "Jepuni të afërmve, të varfrit dhe udhëtarit të drejten e tyre. Jepuni të drejten e tyre, por mos bëni shpenzime të tepruara." Të ngacmon kurreshtjen kjo pjesë kuranore. Në këtë ajet kuranor nuk thuhet "jepuni nga pasuria juaj", por thuhet "jepuni të drejten e tyre". Jepi tjetrit të drejten që i takon dhe e meriton. Sikur na thuhet, sa ajo pasuri që e kemi në xhep
ose në kasafort, nuk është e gjitha e jona. Një pjesë e asaj pasurie është thjesht amanet që ne ta ruajmë dhe në të vërtet ajo është e drejt e nevojtarëve, e drejt e fukarejve. Është e kuptueshme për të gjithë se haku i punëtorit s'është i yni, duhet i jepet. Borgji i marr nuk është i yni, duhet të kthehet. Vlera e një fature duhet të paguhet, por me sa duket jo vetëm kaq. Edhe haku i nevojtorit, edhe haku i nevojtarit nuk është i yni, duhet të dhënë. Koha e lirë dhe shëndeti janë kapital i çmuar për njeriu, që duhet interesuar dhe duhet të kemi kujdes të investojmë me kujdes në kohën tonë dhe në shëndetin tonë. Hadithi që kemi në diskutim përfundon me një porosi për secilin besimtar. Shfrytëzo kohën e lirë, shfrytëzo shëndetin dhe mundësinë ekonomike, shfrytëzo rininë dhe jetën duke bërë vepra të mira, sepse sëmundja dhe nevojat pastaj kanë për të penguar, si dhe vdekja nuk të jep mundësi të dytë. Le të vendosim në kontroll ato shpresat dhe ëndrat afatgjate. Le të mos i vënojmë punët e mira dhe të mos i shtyjmë adhurimet. Le të shfrytëzojmë çdo moment maksimalisht për vepra të mira. Ky transmetimi ynë, sjell ose edhe na përcjell metodologjinë në këshillimin e të rive. Jo vetëm porosia për zgjedhur dhe e thukët, por edhe kapja për krahu, që profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka kapur për krahu Abdullah ibn Omerin radhiyallahu anhu, tregon një farë përkujdesje dhe ngjall një farë interesit. Mendoj se edhe sot rinia kërkon një stil ligjërimit ndryshe nga i ligjërimit teorik i thatë dhe jashtë realitetit. Sot kur mediat sociale i kanë ngërthyer përfyti të ritan dhe u ka tërzuar përse tepërmi botën shpirtërore, ata të ri kërkojnë një komunikim me tërheqës, me praktik, me shembuj të gjallë dhe të prekshëm në jetën e përditshme. Prandaj është detyrë për çdo hoxh, për çdo imam, për çdo ligjërues, për çdo thirrës në rrugt të Allahut azza wa jall të jetë i kujdesshëm në metodologjinë e këshillimit, sidomos metodologjia e këshillimit ndaj të rive. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, pasurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.